Përshëndetje grupi 5, përshëndetje grupi 5. Këtu kemi një balancë. Ti po vjen drejt një balancimi në jetën tënde dhe pas një periudhe jo të lehtë, gjërat kanë filluar dhe po qetësohen. Këtu kemi The Star, kemi dhe 7-ën e monedhës që më tregon The Star ke filluar të shërosh veten tënde. Diçka po rikthehet në jetën tënde, po stabilizohet, po gjen rrugën dhe energjinë e pastër dhe është një ndjenjë që gjërat po të shkojnë mirë. Nga ana tjetër kemi 7 monedhat që ti ke pritur shumë gjatë, ke investuar kohë, mbase për një person, mbase për diçka tjetër, ke investuar shumë kohë dhe këtu tregon që ke dhënë energji, ke dhënë ndjenja, ke dhënë një ndjenjë që gjërat nuk të kanë ecur mirë, por me sa shikoj këtu, shikoj që ndonjëherë je ndjerë sikur je lënë pas dore nga persona të tjerë ose nuk e marr atë dashuri që ke merituar. Pse e them këtë gjë? Sepse mesazhi jot këtë më tregon që nuk duhet të dorëzohesh tani, duhet të gjesh energjinë e dur dhe atë që ti ke mbjellë më përpara ka filluar dhe po çel. Okay? Po fillon të jap frytet e saj. Këshilla ime për ty është gjërat po vinë në balancë dhe ti po hyn në një fazë më të qetë, më të qëndrueshme dhe më si ta thot nëntarua. Sepse këtu shikojmë që ke nevojë për energji. Okay? Ke nevojë për fuqi, ke nevojë për energji. Dhe unë e di që ti e ndjeve numrin 5. Prandaj të pres në koment me numrin 5. Përshëndetje grupi 6, këtu kemi grupin 6, kemi një letër shumë të bukur, Emberancë, kjo është një mbyllje cikli, që po përfundon një fazë në jetën tuaj dhe diçka e re po fillon dhe po hyn në një nivel tjetër në jetën tënde. E kaluara po rikthehet me kujtime, me njerëz, me emocione, ose dikush nga e kaluara mund të rikthehet tek ti. Këtu kemi 6-ën e kupave, kemi dhe 3 monedhat. 6 e kupës më tregon që ke një rikthim. Ju që keni ju të numrit 6, keni një rikthim këtu me sa shikoni. Okay, kemi 6 kupat. Dhe këtu më tregon që ky person e do këtë rikthim, por 3 monedhat, me sa shikoj, kjo nuk është thjesht një rikthim emocional, është diçka që kërkon të punoni ose të bashkëpunoni të dy. Të bashkëpunoni seriozisht për këtë marrëdhënie, për këtë rikthim. Mesazhi për ty është nga nënataro, mos u kap vetëm pas nostalgjisë ose pas ëndrave të së shkuarës. Këtu do të thoshe që është një cikël që kërkon rritje, jo përsëritje. Ti po mbyll një kapitull dhe po hap një tjetër më të madh, por unë uroj që të lësh një koment në numrin 6. Ju të numri 6, dua një koment shumë të fortë, sepse po e them këtë gjë. Kemi numrin 21 lart dhe kemi dhe një rikthim shumë të fortë. Çfarë do të thotë kjo për numrin 6, numrin 21? Unë në fakt kam ditëlindjen, po unë uroj që dhe ju që ta dëgjoni ju grupi 6 numrin 21 ose data 21 e çdo muaj. Okay, jo vetëm e një shenjë, po të gjitha shenjat. Ju që jeni në 21, në numrin 21 në tarot tregon botën. Bota, keni dëgjuar atë këngën? Bota, e gjitha bota. Por me sa shikoj bota na tregon që duhet të mbyllim të shkuarën, duhet të mbyllim ose të përmbushim diçka dhe të kalojmë në një nivel tjetër emocional. Është një round që i themi në Shqip, duhet të kompletojmë diçka, por nuk është thjesht një ndryshim, është fundi një kapitulli të madh. Si po e shikoj unë këtë? E shikoj që këtu kemi numrin 21 dhe ky numër 21 na tregon fundin e një cikli shumë të madh në jetën tonë. Një mbyllje që nuk kthehet më si më parë, por të çon në një nivel tjetër ose në nivele të tjera. Kjo ka të bëjë me grupin me sa pash këtu, është një grup shumë i fuqishëm dhe do të thosha, wow, lum ju që e kapët këtë numër 6, sepse ky grup
Ky grupi 6 tregon që ka kapur shumë njerëz, sepse flet për rikthim, flet për mbyllje, flet për fillime të reja, flet për gjëra që gjithmonë i kemi dashur në jetë. Unë uroj që ju aktualisht të grupi 6 të lini një koment, por dhe zgjate pak atë komentin, sepse këtu kemi energji shumë pozitive, sinqerisht. Ju përshëndet në netaru atë gjithë dhe ju uroj një shikim të këndshëm. Pres komentet tuaja nga 1 deri te 6.